Korporata elektroenergjetike shqiptare kërkon rritjen e çmimit të shitjes së energjisë elektrike tek operatori i shpërndarjes me 50% më shumë. Burime nga enti rregullatori i energjisë bëjnë të ditur se aplikimi nga kesh është bërë këtë javë dhe se kërkesa e rritjes me 50% argumentohet në planin e parashikuar të investimeve në të ardhmen. Aktualisht, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ja shet energjinë elektrike operatorit të shpërndarjes me 2.2 lek për kilovator dhe kërkon që t'ja shes me 3.4 lek për kilovator. Edhe operatori i sistemit të transmetimit ka paraqitur më herët kërkesën pranë endit rregullator të energjisë për rritje me 10% të tarifës fikse që paguan sektori i shpërndarjes. Aktualisht, tarifa që paguajnë kompanitë që përdorin linjat e OST-s është 0.65 lek për kilovator dhe kërkesa është për rritje të çmimit në 0.71 lek për kilovator. Pritet që në vijim kërkesën për çmimin e energjisë ta paraqesë edhe operatori i shpërndarjes. Ndërkohë, burime nga enti rregullatori i energjisë konfirmojnë për televizionin Klan se ditën e premte nis zyrtarisht procesi i shqyrtimit të kërkesave që kanë bërritur nga dy operatorët, OST dhe Kesh. Ende nuk dihet nëse kërkesat për rritje të çmimit nga operatorët do të ndikojnë apo jo në çmimin final tek konsumatorët. Enti rregullator pritet ta marrë vendimin në muajin dhjetor.